do t'ju tregoj një dokument se cilin e kemi parë dje. Gjykatësia mund të na tregoni zoti i Paç sa kohë ju duhet parafërsisht për të përfunduar? Zoti i Paç, më duhet një orë e gjysmë maksimumi. Gjykatësi, faleminderit. Paçë duhet të shfaqet në ekran dokumenti P01067, ju lutem. We can stay on the Mbajmë këtë faqe, këtu është shumë mirë. Dëshmitarë, si që thash, kjo është një kablogram që kemi parë edhe dje, dhe si që thamë dje, mban datën 3 nëntor 98, dhe shohem që vjen nga Beogradi departamentisht dhe drejtohet sekretarisë së shtetit. Sekretari së shtetit në Washington, nëse shohim pak më poshtë në faqe, paragrafi që fillon me numrin 2, ku ne lexojmë si në vijim, sa më poshtë është një vlerësim lehtësisht i edituar, i ndryshuar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i përgatitur në bazë të kërkesës së COMBAI, të US KDOM Leader. Dje ju u pajtuat me zotin Zveseli, se në tetor 1998, Sean Burns ishte shefi i US KDOM-it, dhe në këtë kablogram e shohim që Burns i referohet Burns përmendet këtu si një vëzhgues ushtarak me përvojë i respektuar, i cili jep informacione të sakta dhe si informacioni i dhënë ishte verifikuar nga informacioni në terren. Aq sa ishte e mundur për të bërë. Kalojmë në faqen 075-305 të kësaj, do të përpiqem të tregoj një pjesë dhe pastaj do t'ju bëj një pyetje. Do të lexoj nga paragrafi parafundit. Këtu lexohet Adem Demaçi tha që përshkruan Demaçin si për zëdhënësi UÇK-s në Prishtinë, pra në thonjza. Por kujdese që të mos ia atribuojë Demaçit asnjë autoritet politik. Mahmuti mbështet të thotë të njëjtën gjë. Pyetja ime është, dëshmitara, kishit në dini të këtë informacioni në nëntor të 98-s? Përgjigje, nuk e di. Përgjithsisht kam patur njohuri për diskutimet lidhur me UÇK-n, por nuk kam patur njohuri përpara rambujes për këto dallime të vogla që janë përshkruar këtu nga këtë individ. Paçë, mund të heqim dokumentin. Gjatë bisedimeve për marrëveshje, ka patur takime ndonjëherë të gjata në mes të udhëheqësve të UÇK-s, komandantëve të UÇK-s, në mungesë tuaj, pra pa praninë tuaj, përgjigje po. Dhe gjatë këtyre bisedimeve, ju nuk keni marrë pjesë në këto takime të mbyllura që mbashin mes komandantëve të UÇK-s. Përgjigje, nuk jam i sigurt që nuk kam qenë në atë zonë, por nuk flesja shqip, dhe ata mund kenë biseduar gjëra që unë si kam kuptuar. Dhe por nuk ashtë që më kanë ndaluar që unë të isha në këtë dhomë, pra në sallë ku mbaj mbledhja apo takimi, ka qenë një sallë e madhe në këtë ndërtesë dhe gjërat kanë ndodhur në forma të ndryshme, pra është mundur që mund të kem qenë aty në afërsi të dhomës, ndërkohë që janë diskutuar gjëra, pra mund të kenë qenë. A ju kujtohet që kur jeni takuar me mbrojtësin e zotit Thaçi për seancën e përgatitjes së dëshmitarit, duket ka qenë javën e kaluar, që keni thënë që nuk i keni parë asnjëherë kur në seancë të mbyllur, pra. Përgjigjen nëse ka qenë seancë mbyllur, nuk kam pasur mundësi t'i shoh. Ajo që po them unë është që disa prej seanca apo mbledhjeve që janë mbajtur nuk kanë qenë të mbyllura, pra besoj që disa prej tyre janë bërë, nuk kam patur mundësi t'i shoh, pra nuk kam patur vizual. Pyetje, kthehemi tek pyetja që u bëra më herët dhe pra gjatë
mbledhje që mbanin komandant UÇK-s për këtë bëhet fjalë. Përgjigje varet nga përkufizimi i fjalës së mbyllur, mbledhje e mbyllur. Pra përkufizimi i përgjigjes, kjo jep edhe përgjigjen pyetjes nëse është kjo. Por fjala e mbyllur është vagullt, është fjalë e vagullt, sepse nuk ka qenë negociat formale në një dhomë formale me seanca formale, pra disa prej seancave disa bisedime, diskutime janë bërë edhe një çoshe të dhomës me ku kanë qenë rreth 10 njerëz që diskutonin, konsultoheshin dhe mund të kem qenë aty afër. Nuk jam në gjendje pra të them me saktësi të përgjigjem pyetjes tuaj në saktësi që unë nuk kam marrë pjesë asnjëherë në mbledhjet e mbyllura, sepse kuptimi i fjalës mbledhje e mbyllur nuk vlen për një kontekst që është jo formal. Paçi do të shfaqim në ekran tani DHT 12025 deri në DHT 12031. Në faqen e parë shohim datën 8 shtator 2025, shënimi përgatitor 2 dhe referenca është numri juaj, kodi juaj i dëshmitarit. Kalojmë në faqen e fundit të këtij materiali. Përgjigje. Kërkoj ndjes zoti prokuror, a kuptoj tani është shkruar nga ajo. Kemi vërtetimin numër 21. Informacioni në këtë shënim i është lexuar dëshmitarit 1W003, i cili konfirmoi se pasqyron tregimin e tij në mënyrë të plotë dhe të saktë. Siç e konstatuat edhe ju, është nënshkruar nga avokati i mbrojtësit Taçi, ne do të kaloj në faqen tjetër, faqja 120. Dhe këtu do të lexoj nga fjalia e fundit paragrafi 13. Në rregull kështu. Ai pa që komandante e tjerë të UÇK-s si dhe Rrith, të cilët kaluan javë të tëra me UÇK-n, drejtoheshin me respekt zotit Çeku. Ai nuk i pas njëherë ata në mbledhjet e mbyllur, por pa thaqin që ju drejtoj me respekt komandantëve të UÇK-s, jo e kundërta. Pra pyetja ime është në këtë pjesë, thuhet, nuk i ka parë asnjëherë ata në mbledhjet e mbyllura, saktë apo jo? Është kjo pjesë e saktë. Përgjigje edhe këtu varet nga kuptimi i fjalës mbyllur, pra. Pyetje, fjalët e përdorura në këtë shënim përgatitor, a ishin këto pra fjalë që u përdorën? Përgjigje disa herë në seancat ndonjëherë në seancat përgatitore për vite mund të kem qenë i pakujdesshëm dhe nuk kam vëre apo kur kam vëre apo kam parë, kam thënë atë që dija lidhur për ndërlidhjet mes të dyve apo shkëmbimet mes të dyve dhe ndonjëherë ato nuk kisha qasjen e to, ndonjëherë nuk ishte kështu. Do t'i pa që mund ta heqim këtë dokument, ndryshojmë temë tani pak, a jeni takuar apo keni patur një kontakt me Jakub Krasniqin përpara shkurtit 1999? Përgjigje nuk mendoj. Jakub Krasniqi ka qenë edhe ai pjesë e delegacionit në Paris, a keni biseduar me atë atje? Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetja ju kujtohet? A ju kujtohet që keni parë apo keni patur kontakt me Jakub Krasniqin përveç në prillit 1999 në Bruksel dhe në Rambouillet? Përgjigje ato janë dy rastet mendoj që mund të jem takuar me të, por ka pasur shumë gjëra që po ndodhin gjatë atyre muajve dhe nuk mund të jem absolutisht i sigurt. Po pas konfliktit, është përgjigje pyetje e mirë, nuk mund t'i përgjigjoj asaj. Deklarata juaj nuk përmend në mënyrë specifike Kadri Veselin, në saktë përgjigje nuk kështu është, nuk mendoj. Pyetja, keni takuar apo patur një kontakt me Kadri Veselin përpara shkurtit 1999? Përgjigje, për të qenë sinqert, nuk më kujtohet ky individ, nuk mund t'i përgjigjem pyetjes. Pyetje, Kadri Veseli ka qenë pjesë e delegacionit të UÇK-s në Rambouillet, nuk ka qenë pjesë, por ka qenë i pranishëm aty. Është saktë, nuk e di. Deklarata juaj nuk përmend në mënyrë specifike Recep Selimin, është kështu? Përgjigje, kështu është, nuk mendoj që e përmend. A keni takuar apo keni patur ndonjë kontakt me Recep Selimin? Përgjigje, është shumë e mundur që po, kam takuar shumë komandant të UÇK-s gjatë viteve, por nuk më kujtohet gjithmonë emrat, sepse kjo ka ndodhur para 25 vitesh. Dje dëshmuat se Shtetet e Bashkuara donin të siguroheshin që si të thatë ju, qeveria ishte në anën e engjëjve
që ju më shpjegua duke thënë që donin të ishin në anën e viktimave që të mos dhe kjo ishte gjatë 96-ës, 97-ës, 98-ës, 99-ës. Pra që të ishin nga ana e viktimave dhe jo nga ana atyre që kryenin krime. Për të përgjigjur kësaj pyetje saktë, do të pasqyroj faktin se për periudhën 96, 97, 98 që ju po përshkruani, personi që ishte ambasadori Gelbart ishte përgjegjës për këtë. Ai u takua me udhëheqësit UÇK-s në kohën kur ne i përshkruanim si persona që bënin aktivitete terroriste. Pra, ndoshta ne shkelem dëshirën tonë që të ishim në anën e engjëjve gjithmonë. Sepse për një periudhë të caktuar kohore, derisa e kuptuam më mirë situatën, ne fillimisht e përshkruam UÇK-n si organizatë që zhvillonte aktivitete terroriste dhe ne sigurisht me gjithë dëshirën që kishim të ishim në anën e engjëjve, ne nuk donim që të lidheshim apo të mbështesnim njerëz që zhvillonin apo bënin aktivitete terroriste. Ky qëndrim pastaj ndryshoi me kalimin e kohës, veçanërisht pasi UÇK-ja u pajtua me marrëveshjen e Rambuje dhe pastaj konsideruam atë si që ishin në anën e engjëjve sepse nënshkruan marrëveshjen e paqes. Pyetja tani do të shohim disa prej deklaratave e tuaja apo deklaratën të cilës po i referoheni dhe do doja të shfaqim në ekran dokumentin 1288364 dhe kjo është një video. Krahas kësaj do doja të shfaqim transkriptin i cili është 12886 deri në 24 tëre e të në video do të dëgjojmë e të shohim pra minutin 9:15 deri në 9:55. Pjesa ndërsa kjo po parashfaqet në ekran për kontekst bëhet fjalë për intervistë të Charlie Rose e korrikut 1999. Përgatisim video nga minuti 9:15 deri në 9:55. Misheti që kërkoj ndjes, na mund të kontrollojmë datën e videos, ju lutem. I see the video. E shoh që video është gati, edhe përkthimi. Kjo është në anglisht. Nuk kemi transkriptin në shqip, kështu që përkthyesët të përkthehen qoftë nga transkripti apo nga fjala. Kishte forca shqiptare ishin të përfshira në vrasje, se ata UÇK-ja merrte para nga veprimtari kriminale. Ka pasur shumë pretendime, akuza për rreth një vit, ne shikuam ato, nuk arritëm t'i vërtetonim dhe pyetje, kjo do të kishte parandaluar një marrëdhënie me zotin Thaçi tani, përgjigje mendoj që po, ata ishin një forcë që duhet të merreshin parasysh, të konsideroheshin në terren dhe ne donim të krijonim një Kosovë në afatgjat, ne donim të kishim shëmbime dhe të punonim me zotin Thaçi. Pyetja ime e parë dëshmitar është a ju kujtohet kjo që keni thënë kështu? Përgjigjes së pari shoh se sa i ri kam qenë dhe në fakt kështu duket siç unë jam ai që po flas. Paqe, mund të heqim këto dokumente nga ekrani, në fakt kërkoj që të pranohen si provë dy pjesët e treguara, individi pra që po flet dhe përkthimi përkatës. Gjykatësi ka ndonjë kundërshtim? Mishetiq
doja të më jepet mundësia që të shoh pak kontekstin të asaj që thot përpara dhe prapa, pas kësaj pjese për që dëgjuam. Gjykatësi do të shtym marrjen e vendimit mbi pranimin e saj apo jo, por më vonë. Më shëtitsh, faleminderit. Zoti Paça, mund të japim një numër provizor atëherë? Gjykatësi, mikrofoni është fikur, sekretarja e gjykatës. Pjesët që sapo u pan në ekran nga minuti 09:15 deri 09:55 dhe faqja 5 e transkriptit do të marrin numrin provizor të provës P4486. Paça, sapo më thanë që video nuk është shfaq për publikun, sa më përket mua gjithçka që tregova është publike dhe mund të shfaqet për publikun. Dëshmitar, mendoj që e përmendet sot më herët, nga 97 autoritetet e SBA-s shprehen shqetësime dhe dënuan krime që pretendojnë të ishin kryer nga pjesëtarët të UÇK-s. Përgjigje po. Dhe autoritetet e SBA-s kanë bërë këtë gjë, nuk do ta kishin bërë këtë gjë pa patur raporte të besueshme, mjaftueshmërisht të besueshme që të paktën ngrihin shqetësimin e tillë. Përgjigje po. Në 98 dhe 99, mediat ndërkombëtare dhe entitetet e tjera kanë publikuar raporte me pretendime të besueshme për krimet e kryera nga pjesëtarët e UÇK-s. Paçë kërkojnë ndjes për kthyesve. Pra, në 98 dhe 99, mediat ndërkombëtare dhe organizatat e tjera kanë publikuar raporte të shumta me pretendime të besueshme për krimet e kryera nga pjesëtarët e UÇK-s. Është kështu? Përgjigje po. Në një njoftim për shtypin në gusht të 97-s, ju shprehet shqetësimin e thellë të Shteteve të Bashkuara lidhur me veprime terroriste në Kosovë dhe vrasje politike që kanë ndodhur në 97-ën. Përgjigje po. Pyetje, dhe ju shpjeguat në publikisht atë që ju e konsiderojnë si terrorizëm dhe lidhur me këtë do doja të shfaqim në ekran SPOE 00397757 deri në 00397765. We can zoom in a little at the Mund të zmadhojmë pak. Këtu shohim. Kjo është njoftimi për shtyp ditor i mbajtur nga ju më 15 qershor 1998 nga njoftimi për shtyp i Departamentit të Shtetit. Dhe tani do të kalojmë në faqen 7761, do të lexoj pyetjen e fundit nga kjo faqe. Pyetje. Gjemi, sa për referencë sulmi i djeshëm nga UÇK-ja kundër një kolone serbe, ku dy oficer polici u vran, a e konsideroni këtë si sulm terrorist? Përgjigje, nëse është kolon, atëherë është ushtarake. Mendoj që siç thon, përgjigja e kësaj pyetje është vetë në pyetje, pra. Pyetje në rregull, atëherë çdo veprim pyetje i UÇK-s nuk është terrorist, jo gjitha veprimet e UÇK-s janë veprime terroriste. Përgjigje e saktë. Pyetje, cilat lloj aktivitetesh i konsideroni ju si aktivitete terroriste? Përgjigje Rubin, mendoj që për kufizimin e terrorizmit është i përcaktuar qartë. Mendoj që ti dhe unë kemi patur këtë shkëmbim para një muaji. Nëse vritet një jo luftëtar i pafajshëm për arsye për arritjen e objektivave politike, mënyra se si njerëzit po vrasin në mënyrë brutale civil të pafajshëm në rrugët e Tel Avivit, apo vrasin serb të pafajshëm, apo që nuk janë pjesë e shërbimeve të forcave të brendshme të Shërbisë dhe i vrasin ata thjesht sepse janë serb, edhe jo për atë që kanë bërë, në këtë rast është terrorizëm. A ju kujtohet që keni thënë kjo paç? Përgjigje, kjo ka ndodhur para 28 vitesh, nuk mund të them sinqerisht që më kujtohet që e kam thënë këtë, por pasqyron atë që ne kemi kuptuar që është mënyra për të shpjeguar publikisht kuptimin e terrorizmit politik. Pas,
Mund ta heqim dokumentin, pyetje, ju e dini që në vitin 1998 pjesëtarët e UÇK-s ndonjëherë vrisnin punëtor civil si dhe policë serb. A është sakt? Përgjigje duket e sakt, por ngjarje konkrete, incidente konkrete nuk më kujtohen, për ka ndodhur para 28 vitesh. Në përgjithësi, në termat e përgjithshëm është kështu siç thoni ju. Në një dokumentar të BBC-s, ju e pranoni se antarët e UÇK-s kanë vrarë civil serb me gjak ftohtësie sipër apo jo? Përgjigje, mund të ketë ndodhur. Më kujtohet dhe arsyeja pse i dënuam veprimtarit të UÇK-s në fazën fillestare, sepse po priteshin civil dhe jo ushtar. Prandaj dhe ne i dënuam këto veprimtari terroriste të UÇK-s, por me kalimin e viteve e njohëm më mirë organizatën. Pyetje. Shohim në ekran dokumentin 1287902, është një video, është në anglisht, përbri është edhe përkthim në gjuhën shqipe, me numër 1287902 do të shohim konkretisht segmentin e videos nga minuta 7 sekonda 48 deri në 08:25. While it's loading, can I confirm it? Sekretarja. Ky dokument është konfidencial, a mund ta shfaqë për publikun? Përgjigje po, mund ta ndjek edhe publiku. Fillimisht shkojmë në faqen e parë të transkriptit, ju lutem. Për të parë ballinën, shikoni datën këtu 12 mars, viti 2000. Tani mund shkojmë sërish në faqen e dytë. In the transcript, we could zoom in a little bit. Të smalojmë pak më shumë transkriptin në krye. 2 paragrafët e parë. Faleminderit. Nuk është në shqip e përkthyer, kështu që përkthyesit do të përdor ose audion ose transkriptin në anglisht. Fillojmë pra në minutën e 7 sekonda 48. Po vrisnin oficer policie edhe po zhdukeshin me shpejtësinë e erës, edhe forcat komando, po rritej numri i civilëve serb. Perëndimi këta të konsiderohen viktima të terrorizmit apo thjesht një revolt legjitime të një populli. Po rriteshin civil serb në gjak ftohtësi, sigurisht që këto janë akte terroriste, dhe ne besojmë këto ishin të gabuara, dhe fatkeqësisht kjo ishte pikërisht atë çka po bënte UÇK-ja aso kohe. Ndalojmë këtu. Dëshmitar. Këto ishin fjalët tuaja apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Kërkojmë pranimin e kësaj pjese të videos, këtij segmenti të videos bashkë me transkriptin përkatës. Kundërshtime, Mirshetiç. Kundërshtime nuk kemi, po unë do t'i përgjigjem pak videos që pam pak më herët. Do donim që kur të pranohej videoja, për kontekst të pranohej dhe faqja 3 deri në 5, që të kuptohet më mirë. Gjykatësi, keni ndonjë kundërshtim do t'i paqitur me këtë? Paq. Do t'ju themi pak më vonë. Gjykatësi, po për këtë video keni kundërshtime, Mirshetiç, jo për këtë segment nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi në rregull atëherë. Dokumenti që sapo pam bashkë me përkthimin përkatës, me numër 1287902, më falni, pranohet. Sekretarja, segmenti që sapo pam, është segmenti që duhet pranuar? Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Sekretarja, atëherë segmenti i video që sapo pam, do të marrë numrin e provës P4487 dhe a mund ta riklasifikojmë këtë pjesë si publike? Gjykatësi po. And again, as I think, Paq, sikur se thatë edhe vetë, në shkurt të 98-s, ambasadori Gelbart fuqimisht e kundërshtoi dhe kishte pro këtyre vrasjeve që po kryente UÇK-ja apo jo. Përgjigje, po. Pyetje, në mars të 98-s,
pak pasi dënoi ambasadori Galbert vrasjet nga UÇK-ja, ju theksua se qeveria e SBA-s u kishte bërë thirrje udhëheqëse kosovar të dënonit akte terroriste nga të ashtu quajturit UÇK. Përgjigje po, kështu më duket, po. Pyetje, Shtetet e Bashkuara i dënuan këto akte të UÇK-s në shkurt dhe mars të 98-s, sepse dihej botërisht aso kohe se UÇK-ja ka gjykuar dhe ka ekzekutuar serbët etnik dhe shqiptarët që nuk i pëlqente. Përgjigje, nuk mendoj se e kam thënë në këtë mënyrë, sigurisht disa nga ngjarjet aso kohë kanë qenë shumë më pak të qarta se që përshkruani ju. Pyetje në rregull atëherë. I shohim një dokument me numër 1140114011. If we can zoom in a little. Smadojmë pjesën e sipërme të dokumentit. Është deklarate e sekretares së shtetit Madeleine Albright, është grupi ministror për Kosovën në Londër më 9 mars 1998. Edhe është dokument i lëshuar nga zyra e zëdhënësit të Departamentit të Shtetit, që zyra juaj apo jo? Përgjigje po, pyetje. Po lexoj paragrafin e 3. Shkojmë pak më poshtë në faqe. Yes. So here, Të tretin nga fundi. Autoritetet në Serbi do përpiqen t'i bëjnë të mjegullta këto veprime, duke pretenduar se këto janë veprime krejt legjitime ndaj një kërcënimi terrorist. Ne nuk mund ta mohojmë që po përballemi me një kërcënim të tillë. Nuk kemi ndonjë simpati për këtë lëvizje, që është ashtu quajtur lëvizje për çlirimin, që gjykon dhe ekzekuton serbët etnik dhe shqiptarët që nuk i pëlqen. Ju kujtohet kjo përgjigje? Kjo është shumë e përgjithshme. Është përpjekur të theksojë një problem. Nuk i është referuar asnjë akti konkret. Fjalimet të tilla përgjithsisht përpiqen thjesht të japin një panoramë të situatës. Gjykatësi, nuk po përgjigjeni, dëshmitar. Pyetja ishte, a ju kujtohet ta ketë thënë kjo nga Madeleine Albright? Përgjigje, pas kaq vitesh nuk më kujtohet konkretisht ta ketë thënë këtë. Pyetje, keni ndonjë arsye ta kontestoni këtë dokument që ka dalë pikërisht në zyra juaj, sipas jush nuk është pasqyruar ajo që ka thënë Madeleine Albright? Përgjigje, jo, nuk kam asnjë arsye për ta kontestuar. Prokurori kërkon pranimin e dokumentit, gjykatësi ka kundërshtime? Mishetiq, po dëshmitari s'tha asgjë për dokumentin. E kuptoj që dokumenti ka dalë për zyrës së tij, po nuk na dha asnjë kontekst. Gjykatësi. Dokumenti me numër 114010114011 pranohet, le të marr numrin përkatës. Sekretari e seancës, dokumenti do të marr numrin P4488. Paç, dokumenti mund të jetë publik dhe mund ta heqim nga ekrani. Gjykatësi le ta riklasifikojmë dokumentin. Paç, më falni, në fakt ishte dokument publik. Mund ta heqim dokumentin nga ekrani. Dëshmitar. Në nëntor të 98-s, autoritetet e SBA-s e dinin se antarët të UÇK-s kishin arrestuar Jakub Kastratin dhe Cendeskun. Dy antarë të udhëheqjes së LDK-s në Malishef dhe i arrestuan me pretendimin se bashkëpunon me policinë serbe. Përgjigje, nuk kujtohet kjo pas 27-28 vjetësh. Pyetje, në rregull. Shohim në ekran dokumentin me numër P01067. as we can see here, this Siç mund ta shohim këtu, është i njëjti kablogram që më pam edhe dje dhe sot paradite. Me datën 3 nëntor 98, që është drejtuar sekretares së shtetit në Washington. Këtu flitet për drejtuesin e ekipit të Kejdomit Amerikan. Shkojmë në faqen 075307 dhe po lexoj nga fillimi.
këtu. Për më tepër, UÇK-ja, Policia Sekrete e Policisë, arrestoi 2 anëtar të udhëheqjes së Malishev, LDK-s Malishev më 30 tetor. Në 2 nëntor Mamuti konfirmoi në thonjza arrestimin dhe pretendoi se nuk është bërë për në thonjza arsye politike, por sepse 2 zyrtarë të LDK-s, Cendesku dhe Jakub Kastrati, kishin në thonjza bashkëpunuar me policinë serbe dhe i kishin inkurajuar banorët e zonës të dorëzonin armët. Mamuti pretendonte se Desku dhe Kastrati ishin në thonjza në burg dhe si ishin trajtuar në thonjza trajtuar mirë. Ai tha se do të lejoheshin të gjeni një avokat që t'i mbronte në gjykimin në thonjza që do të vinte. Zhvillime të tilla krijuan shqetësime për sjelljen e UÇK-s sa i takon zgjidhjes paqësore në këtë krizë edhe vullnetet e tyre për të toleruar partitë e tjera dhe opinionet e tyre. Në thelb, UÇK-ja duke sigurisht e interesuar vetëm të kishte një imazh shumë të fortë publik dhe ndërkombëtar dhe të kishte më shumë kontroll në Kosovë. Të bashkëpunosh me UÇK-n e re nuk do të jetë e lehtë për MVK-n e OSBE-s. Dëshmitar, këtë informacion e keni marrë në 98-ën? Përgjigje. Ma merr mendje që duhet ta kem lexuar dhe ma merr mendja që ky opinion i autorit për UÇK-n duhet të jetë parë prej meje, por unë jo domosdoshmërisht e kam parë si një dokument vendimtar këtë, apo opinion vendimtar. Mund të heqim dokumentin nga ekrani dhe kam një përgjigje për parashtrimin e zotit Mishetić, për dokumentin që pam pak më herët. Nuk kemi asnjë kundërshtim që pranohen dhe faqet 3, 4 dhe 5 të intervistës së Charlie Rose, bashkë me pjesën përkatëse të segmentet që unë tregova dëshmitarit. Gjykatësi në rregull, materiali që mori numrin provizor 94486 pranohet dhe do të shtojmë faqen 3, 4 dhe 5. Mishetić, më falni, desha do doja të pranohej në fakt edhe videoja përkatëse që fillon në faqen 3. Mund ta shoh gjatë pushimit konkretisht numrin dhe t'ua jap. Gjykatësi, keni kundërshtime? Që nuk kemi kundërshtim që të pranohet ajo pjesë e videos. Sekretarja, për proces verbal. Gjykatësi, po vazhdoni? Sekretarja, për proces verbal. Materiali me numër provizor P4486 do të marrë numrin përfundimtar të provës gjyqësore, por pasi të marrim dhe pjesën tjetër të transkriptit që kërkon mbrojtja të pranohet. Dëshmitar, a jeni ju në dieni që raportet e shtetit, Departamentit të Shtetit, më falni, që flasin për Kosovën në kontekstin e praktikave të drejtave të njeriut në 98-ën, thonë që UÇK-ja është përgjegjëse për vrasje, zhdukje, rrëmbime, ndalime, përfshirë edhe shqiptarët serb, edhe civilët serb dhe shqiptarë që dyshoheshin se ishin besnik ndaj qeverisë serbe. Përgjigje, më merr mendje se po. Pyetje, dhe raporti përmend edhe raste kur ka pasur tortura prej anëtarëve të UÇK-s apo jo? Përgjigje, nuk më kujtohet në një pretendim konkret lidhur me këtë. Pyetje, madje në këtë raport flitet që anëtarët të UÇK-s kanë rrëmbyer 2 gazetarë në tetor të 98-s dhe i kanë dënuar me burgim apo jo? Përgjigje, nuk më kujtohet pas kaq vitesh, pas 28 vitesh një raport i tillë. Po s'kam asnjë arsye për ta kundërshtuar. Pyetje, i njëjti raport flet për raste të besueshme të ashtu quajturve bashkëpunëtor që ishin vrarë dhe disa shqiptar të punësuar në institucione shtetërore serbe, po ashtu janë kërcënuar apo jo? Përgjigje, ma merr mendje që po, besoj atë që është thënë në atë raport. Pyetje, në të njëjtin raport flitet për ndalimin e 13 politikanëve shqiptar në Qirez prej anëtarëve të UÇK-s dhe UÇK-ja pretendohet se ka
torturuar në mënyrë të vazhdueshme 6 prej këtyre politikanëve. Jeni në dieni të kësaj? Përgjigje, jo nuk kujtohet një pretendimi i tillë. Pyetje, pra ju nuk e dini nëse zoti Thaçi të ketë pranuar të ketë qenë i pranishëm në Qirez kur ka ndodhur kjo ngjarje? Përgjigje, nuk më kujtohet as ngjarja, as incidenti, as prania apo mos prania e tij. In January 1999, Në një ftim për shtyp në janar të 99-s, ju thatë se autoritetet serbe kanë liruar të ndaluarit shqiptar të Kosovës dhe ju bët thirrje për të dyja palët që t'i ndalonin personat që kishin ndaluar apo jo. Përgjigje, kjo ishte puna ime. Pyetje, dhe ju kërkuat të dyja palëve të ndalonin rrëmbimet e personave dhe trajtonin të ndaluarit në mënyrë të duhur. Përgjigje, të njëjtën përgjigje kam sikurse më herët. Pyetje, përpara njoftimit për shkurt, më 25 nëntor 98, New York Times International raportoi se ekspertët çmonin se rebelët në Kosovë kishin rrëmbyer më shumë se 200 serb dhe shumica syresh pretendoi se ishin vrarë apo jo. Përgjigje, nëse ka qenë në New York Times, mund ta kem lexuar, por jo domosdoshmërisht e kam konsideruar diçka të vërtetë. Në rregull. Shohim në ekran dokumentin V0007. here we see this is a page Kjo është një faqe e New York Times International, data 25 nëntor 1998. Dhe titulli është Hapa të vegjël për të ndihmuar me armë pushimin në Kosovë. Po lexoj nga paragrafi i parë, ju lutem të zmadhohet paragrafi i parë në kolonën e parë. Faleminderit. Pasi morën diplomat amerikan, Goran Zbilic, pasi ndërhyn diplomat amerikan, një oficer i policisë serbe që kishin rrëmbyer rebelët, Goran Zbilic, u lirua. Lirimi është i rëndësishëm sepse ekspertët çmojnë se rebelët kanë rrëmbyer më shumë se 200 serb dhe besohet se shumica atyre janë vrarë. Pra dëshmitar, keni ndonjë arsye për ta kontestuar këtë, të thonë që kjo është thjesht një tash e them? Përgjigje, jo, nuk kam asnjë. and Në dokumentin menuar P0425 ju lutem, do lutesha që të shihni faqen 0402. Në PDF duhet jetë faqja 8. and witness for context. This is a Dëshmitar për kontekst. Ky është pjesë e një libri nga Mark Weller. Të shkojmë pak më poshtë në ekran. Te pika 4 shohim që përmendet një raport i sekretares së përgjithshme 30 tetor 1998. Shkojmë në faqen tjetër, ju lutem. Dhe do t'ju lexoj nga paragrafi 11 i këtij raporti. Shohim si në vim. Fati i shumë serbe, shqiptarëve të Kosovës dhe romëve, si dhe oficerëve të policisë serbe që janë rrëmbyer nga shqiptarët e Kosovës të armatosur që besohet se i përkasin UÇK-s, është i panjohur. Autoritetet jugosllave thonë se 249 civil dhe polic janë rrëmbyer prej UÇK-s. 92 syresh pretendohet se janë liruar, 9 janë arratisur dhe 29 janë gjetur të vdekur. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq raporton se aktualisht po ndjek 140 raste rrëmbimesh. Dëshmitar, keni qenë në dijenit të këtij raporti të sekretares së përgjithshme
Në tetor të 98-s përgjigje. Kam lexuar një raport të OKB-s për Kosovën, kam qenë shumë skeptik për atë raport, sepse organet e OKB-s nuk e kanë përshkruar shumë mirë situatën shumë shpesh. Pra, kam qenë djenit të raportimit prej OKB-s, po, jo domosdoshmërisht ka qenë i besueshëm raportit. Raporti i Kryqit Kuq ndërkombëtar zakonisht në fakt i konsideroja si më të besueshme. Që mund ta heqim dokumentin. Ju keni thënë se keni qenë në Kosovë në 19 qershor 99-s edhe një 2-3 ditë më pas apo jo. Në këtë periudhë kohore, a keni dëgjuar për trupat e KFOR-it gjerman që kanë gjetur në një ndërtesë që kishte marrë ÇK-ja, kanë gjetur pra 15 të burgosur, përfshirë një të moshuar që u gjet i vdekur i prangosur në një karrige pasi ishte rrahur keqazi. Përgjigje, nuk më kujtohet ky incident pas kaq shumë vitesh. Më vjen keq për këtë. Që në rregull, atëherë do të shohim një dokument. Dokumenti ka numrin P01-188.1. Të shkojmë pak më poshtë. Është artikull i New York Times, New York, është e shtun, shohim titullin e artikullit bashkë me një fotografi, rebelët Kosovë marrin përsipër qytetin, raportohet se ka raste dhune. A ju kujtohet kjo faqe e New York Times? Përgjigje. Pas 26 vitesh nuk më kujtohet ky artikull konkret i gazetës. Shkoj më poshtë në ekran. Më poshtë, ju lutem. Po. Do t'ju lexoj ku thot 15 burgosur janë gjetur të plagosur, NATO-ja merr disa armë. Please. Shkoj më poshtë të njëjtën kolon. Po filloj të lexoj. Pak më poshtë më duket. Thohet si në fillim, natyra e ndryshueshme e akteve të NATO-s u ilustrua këtu sot pas dite kur trupat gjerman hynë në një ish seli të policisë serbe që e ke marrë përsipër UÇK-ja, ndaluan shkurtimisht 25 prej forcave gurile dhe sekuestruan një grumbull me armë. Brenda stacionit policisë, trupat gjerman gjetën 15 persona që ishin burgosur, përfshirë një të moshuar që u gjet i vdekur, i prangosur në një karrige dhe i rrahur keqasi. Sipas zëdhënësit gjerman, ju lutem të kalojmë në pjesën tjetër. Sipas zëdhënësit gjerman, në faqen 2. Down. So from the first column here, I'll continue. Kolona e parë vazhdoi. Në të burgosur përfshirëshin serb, shqiptar dhe egjiptian. Nuk ishte e qartë se ishin arrestuar, po disa prej personave thanë se të burgosurit ishte informant edhe hajdut. Një burr kishte një rrip të kuq në shpinë, një i moshuar kishte një fasho për gjatë kokës dhe të prera në fytyrë, një tjetër ishte goditur me thik në këmbë. Pra ju dëshmitar, ju po thoni që nuk e kujtohet kjo histori konkrete nga New York Times, që ka qenë në ballinën e New York Times, dhe ju keni dëshmuar se keni qenë pikërisht në Kosovë në atë kohë dhe ju nuk keni dëgjuar asgjë për këtë. Përgjigje, mbase kam dëgjuar lidhur me këtë incident, mund të kemi bërë thirrje për tolerancë, kemi bërë thirrje që të mos merrej hak për vrasjet masive që ju bë shqiptarëve dhe serbe, dhe kemi inkurajuar shokët e komunitetit shqiptar të Kosovës të mos merrnin hak për atë që ju kishte ndodhur, për horrorin që kishin përjetuar. Dhe sigurisht ne kemi dekurajuar aktivitetet të tilla. Document down and instead call up. E heqim dokumentin dhe të vendosim në ekran dokumentin P04185.
Here we see this refer Këtu është një dokument i CNN.com, shkruaj datën 19 qershor 1999 dhe në fakt tani do doja që të shikonim faqen me numër 03439 dhe do të lexoj nga pjesa ku thuhet KFOR-i liron personat që kishte rrëmbyer UÇK-ja. Edhe me forcat jugoslave që po largoheshin, për të marrë kontrollin e plot ishte ende vështirë. KFOR-i nuk duhet të monitorojë vetëm tërheqjen jugoslave, po duhet të kujdeset që të mos kesh shpagim nga shqiptarët etnik ndaj minoritetit serb, si dhe duhet këtë kujdes sepse po kemi me qindra mijëra refugjat drejt Jugosllavisë. Të premten, trupat e KFOR-it gjerman hynë bastisën një ish stacion të policisë në Prizren, që ishte marrë nga forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shpëtuan 15 të burgosur që me sa duket ishin rrahur nga rrëmbyesit e tyre. Pra ky është një raport i CNN-it. Nuk ju kujtohet ky raport? Nuk ka qenë një raport që e keni lexuar? Përgjigje. Mundet sigurisht që KFOR-i, personat, inkurajonin kosovarët që të mos merrnin hak ndaj popullatës serbe për shkak të sulmeve masive dhe vuajtjeve që kishin pësuar. Që mund të heqim dokumentin nga ekrani. Dëshmitar, pasi u larguat nga Kosova, vijuat të ndiqnit zhvillimet në Kosovë ju pas marrëveshjes së qershorit 1999? Përgjigje, u ktheva në Kosovë për një marrëveshje në luginën e Preshevës, që të mos lejohej dhuna atje. Besoj se kjo marrëveshje ka qenë e suksesshme, sepse pati disa akte dhune në luginën e Preshevës. Pyetje, kur ka qenë kjo, ju kujtohet? Disa muaj pas qershorit, konkretisht nuk më kujtohet. Kam qenë me ambasadorin Chris Hill, me sa më kujtohet, në Kosovë. U përpoqëm që të parandalonim aktet e reja të dhunës në luginën e Preshevës dhe më vonë raportuan se përpjekjet tona qenë të suksesshme. Pyetje, kur u kthyehet në Washington pas qershorit të 99-s, vijuat të ndiqnit raportat e medias ju lidhur me Kosovën në atë kohë? Pra, nga qershori e në vijim përpiqe, janë përpjekur për shkak të përfshirjes personale që pata në marrëveshjen e demilitarizimit. Janë përpjekur që të isha në dijeni për gjëra që po ndodhnin. Më kujtohet që kam ndjekur deri nga viti 2000, përpiqesha të isha informuar me aq sa të kisha mundësi për ngjarjet në Kosovë. Pyetje, po gjatë kohës që ndiqnit konfliktin, a ju kujtohet të jetë raportuar krime prej anëtarëve të UÇK-s? Përgjigje, besoj se do të kisha mësuar, po gjithashtu e kam të qartë se ka pasur edhe shumë gjëra që u zbuluan në fakt edhe pas luftës. Tani është momenti i përshtatshëm për pushimin. Gjykatësi, ky është momenti më i përshtatshëm për pushimin dëshmitar, mos flisni me askën. Për dëshminë tuaj do të themi në sallë në orën 10:10. We're adjourned until 10. Gjykatësi, bëjmë pushim deri në orën 10:10. Sekretari gjithmonë.